unë me burrin bëjmë çdo respekt kundrejt kunetëve, por ata jo. A duhet me ndalë apo çfarë të bëjmë? Respekti tregon edukatën, tregon besimin, tregon njerëzillëkun që e keni ju. Tregon respekt ai që është i respektuar, është fisnik, është bujar, është i sjellshëm. Pastaj pala tjetër e ka për vete. Çfarë bëni ju? Sa të keni mundësi respektoni njerëzit, kushdo qofshin ata, derisa të shihni se tjetri po e keq përdor respektin. Në këtë rast duhet mund dalë. Kemi dy lloj respekti, respekt obligativ dhe respekt, domethënë, të pëlqyer, jo obligativ. Respekti obligativ është për prindrit, për nane, për babë, për burrë, për grua, pra bashkëshortët mes vete, për gjysh, gjyshe, hall, teze, agj, e kështu me radhë. Kjo është obligativ. Në ato suazet ka raste kur dhe kjo është haram, për shembull nëse ata të urdhojnë ty me bën vepra ndaluara. Por po themi në përgjithësi kjo është obligativ. Pastaj sa i përket kunetëve, pra vllau për vllaun, nuk është në këtë kategori gjithmonë. Jo. Andaj nëse shihni se kjo ju bën dëm, ose ju arrit mendjen atyre, ose i bën dhe më tepër zullumçar, largohuni, distanconi dal nga ata. Nuk është detyrimisht me ju bë keq. Jo, detyrimisht me u bë keq. Por atë respekt që ndoshta jeni ty të madh, e që është edukata juaja, ndaleni pak. Ndaleni pak. Në disa raste dikujt mirësia i bën dëm. Prandaj, jo mi bë keq, por mi ndal mirësinë. Edhe pse nuk po them që kjo është zgjidhja më e mirë, por dikush ndoshta meriton diçka të tillë.